pejgamberi sa I jep rëndësi përmbajtjes e jo fasadës. Pra, diploma është thjesht një letër që ti mush me tun gjatë gjithë ditës. Mirë, po nëse nuk ke përmbajtje, nuk mundesh me dëshmuar ka kur far vlerë. Po nëse ajo letër është në të njëjtën kohë edhe nuk është e vërtet, nuk dëshmon për diçka që është reale, ajo pastaj atëherë bëhet argument kundër te. Ala bëhet më keq. Ala bëhet më e vështirë gjendje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I dim pra hadithe që I përmendin haxhallar, domethënë në gjatë mësimeve që I kena marrë, pra hadithin që kush kërkon ditori, Allah ja lehtëson rrugën për xhenet, apo hadithi që është I kontestuar në aspektin e transmetimit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që kërkimi I ditorisë është obligim për secilin musliman, apo që urtësia që është prapë është gjë e humbur për besimtarin, pra tekstet pa numër. Ati më shumë ta kanë. Po. Tekstet me lekët I vendosin krahat tek ata që e kërkojnë diturin si në shenknatësia apo për dietarët edhe pershit luten e bëjnë istikfar në deti. Pra janë hadithet pa numër, thuajse pa numër, sepse numërohen edhe ato numërta. Apo ajetet në Kur'an që ja dhënë vlerën diturisë, pra janë të shumta. Na e kena model Allah kur I lavdron dietarët, thotë inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Domethënë ata që me të vërtet kanë drojë, janë të devotshëm, ata që janë të diturit. Edhe pastaj khashin I lavdron. Pra, I lavdron që ata që ja kanë dronë më shumë te Allahu ta madhon. Nëse kjo është pikërisja, dituria tek muslimanët me pas efektin e shtimit të besimit, përkushtimit, adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Frikës prej tij, njohjes së tij dhe gjithsesi hoç. Edhe në njëjtën kohë dituria se kanë herë domethënë lënë një farshie, sikur kur flasim për dituri kena për qëllim vetëm diturinë islame. Duke I abstrahu krejt gjëra tjera, po kjo nuk qëndron. Se kena vetë shembuj të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e cili me një farë forme I ka promovuar edhe këto elemente tjerë le themi të diturisë. Për shembull, kur është bëu ai diskutimi për planimin apo pjalmimin e hurmave. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë një ide. Kur e ka pa që ideja e tij nuk u kon më saktë, sepse nuk u kon shpallë, kon ishte haditi, atëherë është tërheq prej saj. Edhe këtë një e dini më mirë. Pra, tu më dra bidoniakumin. Jo më mirë e dini dynjan e ju se sa unë. Pra, ja ka lënë vendin ekspertëve të fushës. Nëse është për shembull një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë më I mëshirshëm për umetin tim nga umeti im është Abu Bekri, më I fortë është Omeri, pastaj përmend Muadh ibn Jabelin për halalin edhe haramin, Aliun për çështjet e faraidit, për këtë trashëgimisë, Ubay ibn Ka'bin e përmend për leximin e Kuranit, pra janë një ekspertizën secilit. Kjo është domethënë mesazh për neve që na mu specializu, që mu ngrit. Edhe s'ka çush më kon ndryshe, pra mos më vë gjitholog. Po gjitholog, jo. Se gjitholog është vështirë më bo. Se ne kemi kapacitetin intelektual. Sa do që me qenë inteligent, sa do që me pas aftësi intelektuale, është e kufizuar, prandaj më e mira e së mirës është që të përqendrohemi te një specializim të ngushtë edhe të tregojmë atje aftësitë tona që I kemi. Gjithsesi, pra, është duhet me mësimi sistemum e para. Se kur është I sistemum që atëherë ti fokusohesh në fushën tënde që t'intereson më shumë ti. E dyta, gjithashtu mësimi që e bëjmë nuk duhet më kon një ëndër e pa realizueshme. Hajde marrim për shembull Abdullah ibn Abbasin, Abdullah ibn Omerin, Abdullah ibn Amr ibn Asim, domethënë merri këta abadile që I thënë, me emrin Abdullah që janë kon sahab, këto janë kon 3. Abdullah ibn Abbasi 13 vjeç u kon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në moshën e tij në haxhin e fundit. Domethënë pejgamberi sa mas një vjet I ka vdek, 14 vjet u kon Abdullah ibn Abbasi. Mas 5-6 vjetë bëhet dietari më eminent I Medinas. Të cilën e merr Omer radiallahu anhu, e merr në këshillën e tij. Po, e merr brenda ekipit këshillues. I ke Aisha radiallahu ta'ala anha.